Një ditë e re dhe një tjetër situatë e sjellur nga Egli në shtëpinë e Big Brotherit. Çdo ditë më shumë ajo pa vë Xhestin me shpatulla pas muri, me sa duket ka hyrë për të bërë lojë dhe jo për të ruajtur dinjitetin e saj, se vetëse këtë gjë të fundit nuk po bën, por po bën lojë me gamën e shumtë të informacioneve që po jep. E sot në një bisedë me të tek pishina, i tha që ti ke përgjegjësi për atë që publiku jashtë, për ata që na duan bashkë dhe na kanë parë bashkë, ke për të mbajtur për situatën që ke krijuar. Ajo dita ditës i vën në ngarkesë, i vën në shpatulla Xhestit, situata që sipas saj mund ta bëjnë atë të duket keq në publik. Nuk e di këtë strategji të Egli që ka, e nisi duke thënë që ti 24 orëshin e fundit që ishe kur doli nga Biku Kosovës, mendove dhe analizove Eglin. Ishte kjo që i tha, që ti ke një përgjegjësi tek publiku, e shumë informacione të tjera që ka dhënë atë lojë. Nuk e di deri kur do të vijoj ky vëllai i madh të lejoj Eglin që të disifërmoj, por edhe të jap informacione brenda një loje që është gati drejt përfundimit dhe banorët aty, ata që kanë që nga dita parë, nuk është e drejtë që të përballen me të tilla situata. A është ky një lloj kërcënimi që Egli po i bën atit me gamën informacioneve? Ndoshta edhe mund të jetë, ndoshta edhe për disa jo. Por për mua është një lloj presioni që i bën dita ditës, duke vënë atë përpara përgjegjësive për të marrë dinjitetin që i humbi kur u bë bashkë me të. Nga ana tjetër debatit nuk ka munguar në atë shtëpi, edhe prekjet fizike. Shumë po flitet në rrjetet sociale për një zarf të zi që mund të mbërri në shtëpi, qoftë për Rozanën, qoftë për Gertën. Të dyja janë gra që kanë treguar që janë dominante në lojë, por edhe kanë treguar që nuk kanë kufi edhe çlirojnë veten. Më agresive është Rozana, e cila nuk ka problem të preki tjerët, e kemi parë në shumë raste në shumë banor, si ka prekur Loredanën, si ka prekur së fundmi Xhestin, por edhe Gertën në përballjen që kishin gjatë ditës së sotme për debate që janë, le të themi, ujë e miell, shto ujë e shto miell, thjesht për të kapur prajmi dhe për të qenë në qendër të vëmendjes. Duket se loja, e cila është drejt fundit, po prek edhe banorët në limite, por edhe në arsenalin informacioneve që po fliten në atë shtëpi. Tani më po i bëj njëri tjetrit gjyq popullor për të shkuarën e tyre, për të shkuarën që nuk i përket më shtëpisë së Big Brotherit dhe del nga loja. Kjo nuk është as pak e denjë dhe nuk është as pak e drejtë për banorët që ne duam të shikojmë se si sidhen me njëri tjetrin brenda shtëpisë dhe jo se çfarë kanë bërë ata jashtë. Se çfarë kanë bërë jashtë, pak a shumë të gjithë i dim dhe i kemi parë dhe nuk është e nevojshme që të futen pjesë e diskutimeve, pasi aty fillon dhe nxehen gjakrat dhe banorët ndoshta do të reagojnë me agresivitet. E nesër do të jetë një prajm i gjatë, një prajm ku banorët do të mësojnë kur është finalja, një prajm ku 3 banorë janë në nominim kokë më kokë, e me shumë gjasa për të dalë nga e lojë, është Aldo dhe do të vijojë Jozi dhe Gerta rrugtimin e tyre për të kapur finalen. Por çfarë befasie mund të ketë nesër, çfarë diskutimesh? Sidoqoftë, do të jetë një prajm i mbushur plot me diskutime, me debate të forta, ndoshta do të trajtohen edhe situata dhe këto prekjet fizike që unë përmenda, por edhe këto informacione të panumërta që Egli po jep në atë shtëpi, e cila u rikthye për dinjitet, por po bën një lojë të dyfisht.